Muzik dhe Loredana janë ndar tashmë prej vitesh, më fansat e tyre mendojnë se në tekstet e këngëve ka pjesë që duken si dedikime ndaj njëri tjetrit, e kështu ka ndodhur dhe së fundmi. Muzik sa po publikoi këngën, fansat filluan të komentonin se dedikohet Loredanës. Sa ka qeveria ka vendosur të vijë me një reagim në rrjetet sociale ku ka reaguar se me Loredanën i ka ndarë rrugët kohë më parë dhe se këngët nuk i dedikohen saj. Përmes një statusi në Instagram, ai shkruan se është artist dhe shkruan e do shkruaj çdo herë për dashurinë. Më tej, ai sqaron dhe raportin me ish-partnerin, duke thënë se kanë marrëdhënie të mirë dhe secili është i lumtur me jetën që ka. Në çdo këngë dedikohet lidhjes sime të mëparshme, nëna e vajzës sime është prej kohësh e lirë dhe unë po ashtu. Të dy jemi mirë me njëri tjetrin dhe jemi të lumtur me jetën që kemi, shkruan Muzik mes të tjerash.